Kryeministri i ri i Serbisë është shprehur gjatë një interviste për Deutsche Welle se është i gatshëm në çdo moment të takohet me kryeministrin Rama, qoftë në Beograd apo në Tiranë. Jam plotësisht i gatshëm për takim dhe bisedime me të. Mendoj se zoti Rama dhe unë do të takohemi dhe do të bisedojmë gjatë këtij viti. Puna ime është që të mbroj interesat e Serbisë dhe është me rëndësi që të takohem me kryeministrin e Shqipërisë. Mendoj se një takim i tillë në asnjë mënyrë nuk do ta destabilizonte rajonin. Përkundrazi, është shprehur Vučić. Teksa u pyet nga Deutsche Welle se cila do të jetë politika e tij ndaj Kosovës dhe dialogut në Bruksel dhe nëse do të jetë ai udhëheqësi i delegacionit të Serbisë, Vučić tha se për këtë çështje do të bisedojë edhe me baroneshën Ashton. Ai u shpreh se nuk do t'ju shmanget obligimeve të tij dhe se është i gatshëm të drejtojë delegacionin teksa shtoi se detyra e tyre është që të flasin me shqiptarët e Kosovës për të gjetur zgjidhjen e problemeve. Edhe pse kemi pasur shpesh konflikte, nga unë nuk do të dëgjoni asnjë fjalë të keqe apo fjalë të rëndë për anëtarët e delegacionit shqiptar. Shpresoj se gjithmonë do të mund të bisedojmë së bashku, u shpreh mëtej ai. Për sa i përket zbatimit së marrëveshjes së Brukselit në tërësimi midis Kosovës dhe Serbisë, ai tha se këtë po e bëjnë në mënyrë korrekte. Kur u pyet nëse është i gatshëm ta njohë Kosovën, nëse vihet si kusht për anëtarësimin në Bashkimin Evropian, ai tha se deri më tani asnjë nuk e ka paraqitur këtë kusht dhe se nuk mund të flasë në këtë moment lidhur me këtë çështje.